Të nderuar teleshikues të televizionit Syri TV, mirë se vini në emisionin Një rrëfim me Benin. Sonte kemi një rrëfim që nuk është vetëm histori, por është jetë e vërtet, është dhimbje, është sakrificë, është lat dhe është qëndres. I ftuari ynë, i veçantë është një veprimtar i njohur, një ish i burgosur politik, një njeri që ka kaluar përmes vuajtjeve të mëdha, burgosjeve, ndarjes nga familja dhe më pas jetës së vështirë në gurbet. Sonte nuk flasim vetëm për të kaluarën, por për plagët që ende flasin, për kujtimet që nuk harrohen dhe për zemrën që ende mban dhimbje atë dheut. Sot me mua, pra në emisionin Një rrëfim me Benin, është veprimtari dhe ish i burgosuri politik zotri Salih Sefa. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Një rrëfim me Benin. Mirëmbrëma Ben, është kënaqësi të jem para ty, edhe vetëm edhe një herë më herët ka ndodhur që të jem para gazetare që të rrëfej për jetën time. Kështu që keni privilegj shumë të madh. Faleminderit, është kënaqësi që t'ju kem në emisionin tim. Ashtu është dhe kemi një emision pra që titullohet Të rrëfimi. Zotri Sefa, mund të tregoni pak për jetën tuaj, për veprimtarinë, na tregoni për fëmijërinë tuaj? Po, Si ka qenë një fëmijëri juaj? ishim 10 fëmijë. Ishim në një fshat në kufit Serbisë, që quhet Prapashtic. Atje jam lindë dhe atje kam kryer shkollën fillore. Për fatin tim, në atë kohë, kur isha në klasën e 6, dy kushëri që ishin mësuesa në atë shkollë e marrin mësues një ish të burgosur politik atëherë. Ai ka qenë Hilmir Rakovica. Edhe ai banonte të ata kushërit. Dhe unë shkoja në mramje për me ndëgju rrëfimet e tina që ka qenë ai në Borg. Dhe për mu ishte gjithçka, ishte pa kuptueshme deri diku pse, mirë po fjalët e tina më kanë mbetë gjithmonë në zemër dhe kanë ndiku për herë të parë që unë duhet bëj diçka. Pastaj janë një daji imi, cili më ka mësuar shumë për historinë kombëtare, dhe një kushëri që më ka furnizuar me literaturë të veprave të historisë Skënderbeut. Kështu që si fëmijë e kam mësuar alfabetin trokitjet në mur, dhe pastaj kam vazhduar deri. Keni qenë një fëmijë kështu i harreshëm apo i urtë? Kam qenë njeriu më rolan që ekziston. Kam qenë shumë pak. Kam qenë një ndër nxënësit më të mirë në atë kohë, por gjithmonë kam qenë i preokupuar. Dhe vërtet është se kam qenë si i ri i dallum prej shokëve të mi. Por megjithatë, në shkollën e mesme ndryshoi situata. Unë isha në shkollën e mjekësisë në Prishtinë dhe aty unë njoftuam me njerëz të tjerë, me shokë të tjerë, të cilët veç ata kishin filluar me vepru. Dhe aty kemi filluar që në vitin 1979, por me 1980 kemi formuar organizatën Fronti Nacional Shqiptar. Kur filloi të ky ndjenja veprimtarisë kombëtare? Vitin 1980, kështu tamam zyrtarisht, kur kemi dhënë betimin dhe kemi formuar grupin e atëhershme ilegal Fronti Nacional. Një herë kemi quajtur Fronti për Çlirim Kombëtar, pastaj Fronti Nacional Shqiptar. Kjo ishte para demonstratave të vitit 1981. Kështu që demonstratat e vitit 1981 nuk na kanë zënë gafil, si që thojmë ne, por të gatshëm, të vetëdijshëm se çka po ndodh. Dhe pastaj është fakt se nuk du kur ta them atë çka nuk për 11 marsin nuk e kam ditë që do të ndodh.
Ndërsa me 26 mars kemi qenë të organizuar, kemi qenë të kyqër në demonstrata, bile shok tanë kanë qenë, dikush ka qenë në kodrën e trimave, dikush ka qenë afër Radio Prishtinës, dikush ka ardhur sidomos me kamion dhe bulldozer kanë hyrë mrena, që ishte Rahman Bahtiri, që punonte atëherë në ndërmarrjen e Rami Sadiku dhe nuk kemi ndalë asnjëherë. Çfarë ju shtiu të bëhemi veprimtar politik? Mendoj se veprimtari politik lind. Unë ta them të drejtën, sa i përket kushteve ekonomike, në atë kohë babai im ka qenë një punëtor i madh. Dhe të gjitha i kishim. Unë kisha vetur në atë kohë, që ishte shumë e rrallë, por ndjenja ime, padrejtësitë që i shikoja në atë kohë, ka shikimin nga këndvështrimi im, ishte që jeta ime do të kaloj pikërisht kjo. Edhe po të më pyesësh, çka do të kishte ndryshuar në jetën time, unë nuk do të ndryshoj asgjë. Kishe një të njëjtë kjo që ishe? Kjo është. Ju se keni pasur demonstratat ka qenë në vitin 1981 dhe keni marrë pjesë ju në për demonstrata? Gjithherë. Asnjëherë nuk jam dalë derisa jam burgos në vitin 1984. Ka qenë bile, në vitin 1982 ka qenë plan organizimi një vjetorit të demonstratave të studentëve të atëhershëm. Dhe unë isha i përcaktuar nga organizata jonë ilegale që të shkoj në Stamboll dhe të kontaktoj me shokët e ilegales që ishin jashtë që të vazhdojmë me demonstratat. Por ka ndodhur diçka në mes të asaj kohe, edhe jemi tërhiq sepse ishim në vëzhgim e sipër. Kështu që ka vazhduar në çdo tubim, çdo takim, çdo udhë, çdo pjesë me profesor dhe student tjerë, mendoj që e kam thonë ato që është dashur me thonë. Dhe në vitin 1984, me 23 shkurt jam burgos. A e kujtoni momentin e parë kur e kuptuat se rruga juaj do ishte e vështirë? Ata e kam ditë edhe më herët. Si veprimtar? Ata e kam ditë edhe besoni jo vetëm unë, se nuk do të mundohem që nuk mos të flas në veten e parë, por secili veprimtar e kemi ditë se rruga e jonë do të jetë rruga më e vështirë. Se rruga jonë nuk do të thotë që ne do të burgosmi dhe do të dalmi pi burgut, por edhe mund të ndodhte edhe tjetra. Kështu që këtë rrugë kemi njoft, e kemi ditë edhe prap se prap, e vetmja rrugë që ka qenë kjo. Si ishte jeta e parë? Në fakt, si ishte jeta para arrestimit tuaj? Unë isha një djalë shumë i urtë, kisha qëndrimet e mia të çuditshme bile, siç ma thojnë plot shokë kushëri. Edhe kur dilnim në qytet, unë ora fix, ora 20:00 unë kthehesha në shtëpi. Pa marrë parasysh ka të ndodhë. Unë ora fix në ora 20 kthehesha në shtëpi. Dhe brenga ime ishte e tillë. Ta dini vetëm një çështje, që nga viti 1981 derisa jam burgos, ka qenë jeta më e vështirë e jetës time. Sepse çdo ditë ka ndodhur që e kanë burgos një shok, o e burgosën këte, se cilën herë do të thotë ishim në pritje. E kisha atë frikë që ndoshta një ditë do ndodhin të tjerë? As pak nuk kishim frikë, po kishim frikë për të tjerët. Do të thotë kur i burgoshin të tjerët, bile ka ndodhur që kemi bë pyetje vetvetes, a thua jemi, po mdo këtë ne, as për burg nuk qenë kemi. Por
çka ndodhi? Neve që kishim fillu organizata jonë, kishte fillu mu zgjeru dhe kishim një numër shumë të madh veprimtarëve. Sejdi Veseli është njëri nga organizatorët e shkelqyshëm që ka pas veprimtaria jonë, është udhëheqësi i grupit, dhe natën që është vra Nuhi Berisha edhe Recep Mala, ne jemi zbulu atë natë. E tash prej asoj nate që ka qenë 11-12 janari vitit 84, deri me 23 shkurt, ishin një muj edhe ditë. Ta kesh parasysh këtë që çdo ditë shokët e tu që i njofshe, që kishe vepru, u burgoshin. Edhe tash ta kesh parasysh se çfarë ndjenje kishin. Ndodhi atë ditë, unë e punojsha në shtëpinë e shëndetit në Prishtinë. Dhe shoku im, Amdira Funa me thret në telefon, thët, eja shpejt në fakultet. Edhe shkoj, kur shkoj atje, thët, ka diçka, ka lëvizje, puna për cilin, edhe riktu. Kam nejt deri në ora 2. Një asistent i anatomisë, profesor Ibrahimi, më ka pru, mere tash me men logjika jonë, për me hub gjurmën nuk kam shku me vetur deri te fakulteti, po kam shku deri në gjystrues, se kam lanë veturën dhe kam shku kam. Me hub gjurmën. Edhe ajo më ka pru me vetur tina deri te vetura ime, kur kam ardhë në shtëpi. Bindu, unë kam ardhë, jam parku, kam hi mrenda, s'kisha hangër 2 ditë bukë. Su hajke kusho. Edhe kur kam hi mrenda, nana ime dhe kunata shkun të një kushëri. I takojnë në rrugë. Edhe ta ma shqyqër. Kur hi unë e shof, e kishin lani tepsi në shporet edhe vetëm e kam kap një kafshore buke. Dhe vlla po hin derë, dhe të sali po të rasin të shok. Kur dal, ata e zonën derën, as nuk më kanë lanë me u math, por më kanë kap, ato s'këm prek në tokë, më kanë shtinë në një fiqë. Si ndodhi arrestimi juaj i para, mund na tregoni pak për arrestimin? Pikrisht kjo. Do thotë që ata shokë që të vllau, ata ishin konë inspektor sigurimit shtetënor atëherë, me fotën në një vetur të ngusht, edhe çmendurisht i kanë vozit deri sa më kanë qu në burgun e Prishtinës, edhe unë pjo tham kështu, shikoni se keni bondo një gabim në emrin tem, se unë jam filani, unë nuk jam, tha e dim kush jeti. Edhe ajo ka ndell, atë natë ka qenë një natë e tmerrshme, aty kam kuptu se ata na kishin përcjell me vite, dhe aty kanë fillu hetimet të cilat kanë zgjatë dikun 5 muaj rreth, dhe ishte, çka ju them, kisha dasht me nda me shikus të televizionit syri që ishin momentet më të vështira që njeriu i përjeton, por kur keni moral, kur keni bindje tënë, nuk ka kush që të thënë. A mund të na përshkruani momentet kur ja vun prangat juve? Si ishte ajo ditë, si e përjetova atë moment? Po shiko, për shumë kënd kjo mund të jetë diçka e papritur, po për mua nuk ka qenë e papritur. Unë kam prit çdo ditë që do të prangosem. Edhe tash ta them edhe diçka që para se me u prangos, para se më burgos, në shtëpinë e shëndetit ka qenë një drejtor, një Njazi Suadolli, doktor Njazi Suadolli i ndjerë, që ka qenë për mu një legjendë kombëtare. Ai më thot, Sali, e di që është situata, apo vjen shkojmë në Libi.
Atëherë shkojshin mjek në Libi që ishin. Edhe unë i thëmë ju, tha pse, thash, do të me nejtë këtu. Ishte qëndrim i organizatave, grupeve ilegale, që edhe nëse të burgosin do të me qëndru mrenda në vend. Edhe në burg ta krysh obligimin tonë, çfarë e ki. Kështu që nuk ishte diçka për mu, prangosja nuk ishte diçka e papritur, dhe ishte e pritshme, kështu që e mora krejt. Cili ishte mendimi i parë në ato momente kur ju arrestuan? Aty kanë qenë dy gjëra. Frika edhe mendimi përziheshin. Frika nuk kishte ma asë një moment, nuk kishte ma frika se çka po ndodhë me mu. Po frika ishte se mos po dalin shok të tjerë. Ky ishte qëllimi im. Edhe me beso kanë mund me dalë edhe shumë të tjerë, por fatmirësisht kam qenë ndër të fundit që jemi burgos në atë kohë të grupës tonë, edhe fatmirësisht kanë qëndru se cili ashtu që shdohet bornisht, sepse të qëndrosh në ato torturat të atëhershme ishte vërtet jo e lehtë. Si u trajtuan gjatë marrjes së pyetjeve? Shpesh herë nuk të kanë marrë në pyetje hiç, po e para që hymë që të kanë marrë, i kanë urdhëru gardian që të binë dhomat e tyre, kanë sjell pa e pa hiç kush po sjell. Ka ndodhur edhe që ka pas bisedë. Ka ndodhur që t'i kanë pru faktet. Do të thotë trajtimi i tyre ishte jo njerëzor, edhe pse unë nuk dua ta fajsoj askënd në atë kohë, sepse ata kanë qenë të obliguar të sillen çatë mënyrë. Por e tham gjithmonë por, sepse edhe në mesin e atyre që të kanë marrë në pyetje, ka pas dallime. Një ka qenë shumë më i keq, tjetrin ke vërejt se ka pak ndjenjë e dhimbje për ty. Kjo ishte e rëndë. Në pyetje na kanë marrë kryesisht mbas orës 10 natës, 11 na kanë mbajtur deri në mëngjes. Na kanë mbajtur në forma të ndryshme, ose rrin kamton kohën, ose të kanë fut në karrik në formën më të dhunshme të torturave, dhe kryesisht torturat kanë qenë rrahjet mes këmbëve edhe durve. Gjatë burgimit juaj, a keni përjetuar dhunë apo presion psikologjik? Të gjitha. Të gjitha, për shembull, dhunë fizike kemi përjetuar pa mas. Po ka pas edhe dhunë tjetër psikologjik kur vjen thonin na do të burgosëm ti pej burgu s'ke me dalë. Sepse kena me të shu kështu, kena me të bë kështu, edhe ti i gjallë nuk do dilsh prej burgut, por fol që ti shokët. E kjo ishte ajo dhuna psiqike që ty të mundonte edhe kishe frikë se po të thonin, që po të them këte sinqerisht, po të më thonin se do të dënohesh 20 vjetë, ose dhe përjetësisht, ma para do ta kisha pranu këtë, se sa frikën që të dilshin shokët tjerë. A dini që organizata jonë, si Mbasedi Veselit, ka pas numër përafërsisht 1.000 deri në 5.000 njerëz të cilët ka qenë të aktivizuar secilin nga një detyrë të vetë. E tash më mend sa njeri ka mujt për me Ishe i vetmi në dhomë aty në burg, apo kishe edhe shokët e to? Prej të burgosërve politik vetëm i vetmi. Në fillim jo, kam qenë i vetëm, por mas disa ditësh me futën në një dhomë që ka qenë 2 metra me 3, llogaritë digun 6 metra katror. Çfarë përjetove në atë dhomë? Po shiko, aty ishim 5 veta, 6 veta. Llogaritë e ti aty
në qatë krah që je ra me fletë në ta farë dysheksh, në qatë krah je qu, se s'ke mujtë mu rrotullu, se s'na ka zonë. Edhe ajri, ata ishin krejt të burgosur ordiner, që pishin duhan pandër prej, nuk e pajshen njoni tjetëri. Por unë kisha një qëndrim shumë çuditshëm, e pata gjetë një qosh në dhomë, dhe në atë dhomë kam nejtë si gjithmonë. Deri kur kam pas fatin e madh tjetës time, që në atë dhomë e kanë pru magjistër Halil Ali Demaj. Halil Ali Demaj ka qenë i dënuri me intelektualët e Kosovës dhe e pru në rigjykim prej burgut të Pozharevcit. Dhe fati im ka pas ma i madh se t'je me atë njeri dhe aj me ka mësu shumë qka. Kështu që aj ka nejt bile në dhomë me mu bashkë deri sa jam denu. Aj ma ka pregadit edhe mbrojtjen time. Do tot aj ka qenë për mu njeri u ma ideal që kam taku ndonjëherë dhe lavdi jetës tina dhe veprës. Gjatë rajës tënde, dhimbjeve, vujtjeve në burg, i kisha akoma mend të atë dheu dhe të shokët tu? Ne, edhe unë, por edhe shokët e tanë, bindë që asë një herë nuk e kemi humbë shpresën për liri dhe e kemi ditë që do të fitojmë. O shumë interesant. Ka mendu që ndoshta fëmija e fëmijëve të mi do të përjetoj lirin, por jo na. Por unë që të arri, që të bëhem edhe diplomati shtetit që e dua shumë, nuk e ka mendu. Por lirin e kemi ditë që do të fitojmë sepse kishëm të drejtë. Kjo ishte arsyeja pse asnjëherë nuk u ndalëm për ka veprimtaria jonë. Edhe në burg kemi bo veprimtari. Edhe vizitat më të ngushta kemi mundu për me dhonë nga një mesazh që të përcillet, por një ndër shumë është interesant. Nëna ime, që tash është e smur, pas një ditë e shkolluar, në vizita më thoshte, biro, qatë grunin që e keni miell ju por rritët, do të më thoshte se veprimtari juve por rritët nuk po nalën njerëzit, ose dili do të nxehen. Kështu që unë e falenderoj për gjithmonë, për gjithçka që ka bëu ajo për mua. Cili ishte momenti më i errët brenda burgut? Në burg ka pas momente të tërta, por ka pas edhe momente krenarie. Duhet flas vetëm edhe në një moment për një shok të burgut, një Ragip Sollova, e pru në burg. Një djalë i ri kishte vepru në një pjesë të Kosovës dhe isha një idol për te. Nuk kishte maknasi për shembull se kur në dhomë mu ishe me komuniku me dikon. Me Halil Ali Demën natën e qetshëm një batanie mbi kokë dhe kemi bisedu të natën me te. Sepse u dashke më rujt prej të tjerëve, sa ta ishin burgosur ordiner. Krenaria është e çuditshme ndoshta për juve. Në qershor të vitit 84 fillon gjykimi. Na kishin caktuar këtë akuzën, 20 veta ishim në grup. Edhe për të burgosin politik, festa më e madhe e tina është në gjykimi. Sepse aty sipas të gjithëve të burgosurve ndërkombëtar, ndoshta edhe atëherë në apartheid Afrikës të Jugut, i burgosuri e shpreh atë për çka është. Por fatkeqësisht nuk me lanë të shpreh. Dhe kur jemi dënuar. E preçni lirin me dal prej burgut a ditë? Lirin e preçni? Jo. E kom ditë edhe për afërsisht dënimin.
sepse ata thëshin. Por tash ta tregoj dënimin. Cili ka qenë dënimi juaj që e keni marrë? Tash tregoj rend. Sedi Veseli 14, Rahman Bahtiri tash dëshmor 13, Shemsi Veseli 11, Esad Brajshuri 11, Musli Prebreza 10, Sabri Sopi 10, Ilas Zhitia 10, Hamdi Rafuna 9, Agem Sahiti 8, Ramadan Avdiu, që është këtu në Zvicër 8, Sali Sefa 8, Afrim Zhitia, heroi i kombit 8, Fatmir Sopi, generali luftës 7, Gjemal Regjepi 7, Tefik Ramadani, profesori jem, kujdestari i klasës 6, Islam Krasniqi 6, Kadri Haziri 5, Recep Makulli 5, profesor doktor Skender Boshnjaku, profesori im 4 dhe Muhamet Kryeziu 3. I morëm dënimin sikur t'i lexon ai për gut, për frige, na i shqiptoi dënimit ky kaq, edhe ne ishim lidhen gjithë në sallë, edhe na fotën përsëri në vetura. A dini që prej gjykatës Qarkut Prishtinës deri në dhomën e Burgut nuk kemi ndalë të këndu. Këndosh një këngë për atë dheun, për lirin? Këndojshëm këngët e Shkurt e Fezës, ishte knaqësi, ishte vetëm këngë patriotike, nuk do thot edhe pse ata piskatshin, edhe pse daloni, ne nuk ndëgjojshëm. Kështu që edhe se është shumë interesant, Burgu i Prishtinës ka qenë gjysmë hanë, edhe në korridorin kur kemi hi, nuk jemi ndalë, edhe një nga një. Një pjesë e grupit tonë ishte në Mitrovic, një pjesë në Gjilan. Po ata që ishën në Prishtinë nuk ndalë. Po më tregojnë tash Ramadan Avdiu, Hamdi Rafuna, ai ishte në Gjilan, ky në Mitrovic. Ata kanë pasku edhe ma gjatë, nuk je nalë asnjëherë. Kështu që ata u habitën, çka është me... Ne ju thamë se ju nuk mundi të na dënoni, nuk mundi të na jepni vite sa ne muj me majtë burg. Kështu që ka të keni. Dhe kështu ka ndodhë. Më ka ndodhë edhe një gjë shumë interesante në burgun e Prishtinës. Ka qenë një gardian, një djali i ri e patën pru, ai ishte djali i rapsodit të njohur të Kosovës Riza Blaca. Edhe ai, kur më dënon, vjen e hap derën edhe më thotë, sa dënon? Thash 8 vjet. O, bre. E brejshin në shpirt se ai ka dhimbje, në dallim prej të tjerë. Kështu që ai ka ndihmu shumë shok. Cili ka qenë maltretimi më i rënd për ty gjatë burgimit? Transferimi në burgun e Leskovcit. Çfarë ndodhi me ju atje kur ju dërguan? Ishte natë kur na nxorën nga burgu i Prishtinës të mbledhen me Kadri Osmanin. Dhe në atë moment e ditës se Kadri ishte i recidiv i burgosur shumë herë politik, që nuk do të shkojmë në vend të mirë, na kanë sjellë një herë në burgun e Gjilanit, pastaj në burgun e Vranjës dhe në Leskovc. Unë nuk e kam ditë një muj ditë që ku jam. Kur na kanë sjellë në burgun e Leskovcit, fatkeqësisht ose si ta quaj këtë, shokët e burgut në Prishtinë më japin mu do kokra rrushi, molla për rrugë. Kur na kanë fut në ato maricat që quishin atëherë, na kanë lidh për durve, por tani na kanë lidh edhe për një rrez brenda të asaj veture. 4 vet ishim të ulën në një hapësirë shumë të ngushtë. Fatmirësisht atëherë asnjëri prej nesh kishte ka 55-60 kg, nuk ishim të shëndosh. Ishte i të mërshme ajo rrugë. Merë me men kur kemi mri në Leskovc, ka qenë dikur kur ka lind dielli.
i marrën shok një nga një, kur merë të radha mu, po e ndëgjoj një gardian që na kish pru prej Gjilonit, po thot, që ta tha Hoxhgjellën edhe dru. Unë, po t'i thëmë sinqerisht, kësha menduar se tash je denu, çka kanë me të. Më kanë kap 2 veta, edhe kur kemi hinë në një korridor, kam pa 2 kordon. Se cili të ka sjell ku ka mund, deri sa me kanë fut në një dhomë, aty ishte përplot. Ishe vetëm në atë dhomë? Jo, aty ishte përplot me policë. Ende nuk na kishin çuar në dhomët tona. E kujtoj, ndoshta fëmijët nuk duhet ta ndëgjojnë, por më kanë thënë s'deshu. E bani një keqeti? Shqiptari i hjek ato tesha, i kisha do trenerka sportive veshur, por brek nuk i hjek. Edhe aty kanë fillu rrahjet ma mizore, të i sjell secili a një shefi atyre që u knaq këtë i kesh. E keqja ato kokra rushi, edhe ato mullat që mi kishin dhënë shokët në burgun e Prishtinës, ato u shkepën komplet. Na i prun do tesha me i vesh, që nuk mu ishe kur mizatet. Ishin të përgjakshme, do pantoll krejt, edhe tamon t'i paku qojsh ato rajshin. Tamon të rëzojshin të i sjell, t'i fillojshin më uqu. Qësh i përjetove ato raje? Mere moment, tash të rigoj edhe këte. Por vetëm duhet që deri sa i kom ledh ato kokra rushi se më shtin me zor tani me i mbledh, ishte torture madhe. Mere moment, tash kur më kanë qu në dhomë, 2 të tjera aty. Edhe nuk i kam njofta, mere moment të njëjtit kemi ardhur bashkë në atë farmarice, që kishëm ndryshu total. Edhe hiç ju kom tregu fare që më kanë rri, aty në shokëve. Por mas 2 dite, jam ullë një farë bankine ka qenë, edhe radiatori mrapa, edhe kur jam ullë, kom ba, Aty fillove mi ndje dhe dhimbjet e trupit. Ata më thonë, çka ke, kur e kanë shiku shpinën time. Bile Bedri Bajrami një djalë Sokolan, i dënuar 6 vjet, i mitur. Me grupën tonë janë dënuar dhe 6 të tjerë të mitur. Rahman Dujeni 7 vjet, Eset Ahmeti 6 vjet, Bedri Bajrami 6 vjet e kështu me radhë. Hajrullahi që ashtu. Kur e ka shikua e filloj me qajt. Ishte e papritshme në atë moment, sepse unë nuk isha ndoshta dhe provoj shumë që kur dënohet njëri pse maltretohet. Mirë po, nëse mund të them se në burgun e Leskovcit kam qenë 3 vjet e 3 muaj. Nëse them se na kanë rrej çdo ditë, ose s'të kanë maltretu në mënyra të ndryshme çdo ditë, ndoshta e teproj. Por nëse them se çdo 2 ditë, atëherë them pak. A kishe vizita nga familja në ato ditë kur? Nuk kishte vizitë në atë kohë. Bile vizitën e parë, i qojnë, vinë vizita, i qojnë nisht, thonë jo s'janë këtu. Veç për mi maltretu edhe ata. Por vizitat ishin krejt të mbikëqyrën edhe me përkthys. Do të thotë nuk kishëm edhe mundësi të flasim krejt çka po ndodh aty. Por ka ma bile shpesh herë them ku mbeti ky moral që ne kemi qenë gjendje për shokët tonë me dhënë edhe jetën pa asnjë problem, pa asnjë fije të pengesës për atë. E sot, kur e shoh një urrëtitjen mes njerëzish, ajo më dhem pas shumti.
Gjatë arrestimit tuaj në Borg, maltretimeve, rajeve, keni menduar ndonjëherë se do dilni gjallë nga ajo derë? Edhe ato dhe atë. Edhe ata bile në Burg në Leskovësit, kur na marrin në qato ditë që shku, tash, bërë me men tash këte. Thojnë, na jep emrat e familjes që kanë të drejtë me ju vizitu, edhe unë e thamë, po kush ka të drejtë? Tha veç plaznit, motrat, baba, nona. Ju vizituan atë ditë? Jo, vetëm se u dash kemi dhënë emrat. Edhe tash kur fillojnë mi dhënë emrat, edhe vetë fëmi, kur kam shku të numri 6, ta bol mobre me none, të shot, tënat edhe të fillon me ra. Të tot, ishte, çka do që të bëjsh, çka do që të thushe, për ta ishte e kotë edhe aty, kur më pyetën se sa je i denum, thash 8 vjet. A 8 vjet po, ku me dit Adele jo. Se përballonit vetmin në qelinë? Kam qenë 3 herë. Mas grevës të risë, ishte një moment shumë i veçantë që doja të vdesja. Kishëm fillu grevën e urisë në Leskovës për arsye sepse ata lema ne po fillon me i maltretu dhe familje tonë. Ata i maltretonin në mënyrën e ndryshme, për shembull, ata vinin në ora 8 mëngjes më na vizitu, neve na qitishin vizitë 4-5 mas ditë, që ata me lanë veç me pritë dhe çka po ndodh. Edhe ata nuk, familjet nuk u nxeshin me pyet pse kjo kështu. Fillum grevën e urisë dhe na ndona për vetmia të gjithëve. Aty pata vendos me vdek, por e kisha një dëshirë. Cila ishte ajo dëshira? Që dikush ta di se çka po përjetojmë ne brenda. Kur gjë tjetër. Ajo dëshirë ishte ndjenjat e tona dikush t'i di. Edhe po ta tham sinqerisht, kur koka ime nuk ka qenë më e kthjellët se në ato ditë. Ato më kishin fut një sondë. Është e tmenshme, është e pa imagjinueshme. Mbas ditës 5, më duket ose 6 të grevës, më qunë të mjeku. Unë e kisha lidh një trenerk brenda këtu në bark, mu doke se po e shty barkun edhe sikur po ma humburi. Kur me qunë aty një mjek aty, më ofendoj shumë, çfarë mjekësi e kije ti, e mjera mjekësi për ty, e kështu. Edhe ma futi një sond në deri në lukth. Atë sond e kishin marrë të ftofër, ishte e ashpër dhe me dhunë e futën për mes hunës. Ishte moment shumë i torturuar. A kishte ndonjë moment shpresë në brenda atij ferrit? Shpresën se kemi humbë kur. Asnjëherë nuk e kemi humbë shpresën. Asnjëherë nuk kemi qenë bile tani vazhdojnë edhe transferimet, por asnjëherë nuk e kemi humbë shpresën. Eta është vetëm 8 atë. Kur më futën sondën, më dërgu në dhomë, në qeli, vetë. Dhe në atë moment unë po pres që ata të mbyllin derën dhe të blanë ashtu. Por ata kanë ardhur, më kanë lidhë për 2 durë, më kanë lidhë singjirë në kom, edhe tash prej kombe edhe në durëve dhe në kom. Edhe më kanë shtre në këtë pjesë. Edhe sot e ndjej këtë. I ndjen ato pajsoja edhe sot? Ajo është, tash nuk e ndjej që është e ftofër gjithmonë edhe janë pasojat e asaj. Ashtu në kanë bojt edhe një javë të tjerë. Në mbrëmje, vike mjeku, na fut ke ujë të ftoftë për sonde, me shpritz, edhe pastaj supë të ngrohtë.
kur përzihet në lukth, e ftofta dhe nxehta bashk, do i kemi eksplodu. Ishte e tmerrshme, por kur me ka thonë një gardian që vetëm ti dhe Bedri Bajrami keni mbet, bile ai thot nuk mushin ata s'mujnë me thonë Bajrami po Barjami, Bedriu ishte i mitur, e disha qëndrimin e tij që ai do të vdes. Dhe kam thonë të lutem ma më apru Bedriun këtu dhe ndërprejmë grevën. Si përjetoi familja juaj arrestimin tuaj? Baba jo mirë, do të ka qenë maj dopt në drejtim, dërsa nona ime ka qenë heroin. Ajo nuk ka ni. Ajo e ka prit, ndërsa motra ime e dytë, unë para se më burgosi e ku marrë të gjitha fotografitë e mia dhe ja kom qu asaj. Kur ja kom qu fotografitë, ajo ka ditë 100% që do të burgost. Sepse në bas fotografia ta gjeshin shok të tjerë. Nëna, po ju betohem, ajo kur një vizit nuk e ka lëshu pa ardhmen pa. Kur lot në sy si kam pa. Kur erdhi nëna juaj me ju taku, ta pa trupin, që kishe momentin që nëna juaj ka ardhur për t'ju vizituar në Burg, ka pyetur për rajet, e ka shpat trupin tënd? Jo, për vetëm se kur kam ndërprej grevën e uris, i kam pas durt krejt zi. Prej lidhësve të policisë, edhe aty e kam pa që ka qene mirë, po ka pas edhe e kanë ditë që ne kemi vendosë. Ta shmerëm me në një rast, në Burgun e Nishit, thot baba, përshkruje bre një ankes, se pi falin, kush përshkru në ankes, pi liroj. Thash jo, bab, kur? Nona më ka thonë, ta hisna dona, thash ju du shumë. Por për ata që ka jam këtu, është shumë ma shumë edhe se nona dhe se baba. Edhe kështu ka qenë. Qysh e prit atë moment kur e takove nënën tënde dhe babajnë tënd? Mas Burg? Në Burg, gjatë vizitave. Tam drejtën, në Burgun e Prishtinës ka qenë shumë e ndishme, se ka qenë shumë e ranë, ju neshin mi krye dhe atyne dhe mu. Ishte ndjenja ma e keqe që kam përjetu. Ndërsa takime tjera, gjithë herë në kemi qenë grila. Nuk kemi taku ullun kështu, por mbrapa grilave, edhe ti ke po në ato, ata të kanë po në hekra dhe kjo është. Nuk ishte e lehtë, por liria me e mirë dhe ajo që nuk ishte vështirë as pak, ishte se ne e dinim për çka jemi. Unë mendoj, po të isha i burgosën për ndonjë vepër ordinere të keqë, s'kisha mujt me qëndru as 24 orë. Ndërsa për dënim apo më dënojnë 8 vjeta, 20 vjetë s'ka qenë problem fare. Sa ka qenë vështirë për ty ndarja nga prindrit? Nuk ka qenë vështirë, se sa e kam prit. Nuk ka qenë fare e vështirë, sepse e kam prit që kjo do të ndodhë, a do të ndodhë sot a nesër s'ka pas rëndësi. Edhe po të them, tash me lejo të flasë për të tjerët, nuk kam has as një shok që nuk kanë mendu kështu si unë. Keni qarë do njerë në heshtje në Burg? Jo, as njerë s'kom qarë. Kam prej dhunës, ndoshta ke shprejhat dhimbjen nano ose një farë mënyrë, por me qajt as pak. Shumë interesant është, lotët nuk dalin prej së trashi.
lotet dalin prej lumturie. E kjo ishte ajo. Kështu që mbetëm të greve urisë e pastaj qelitë dhe tani transferimin në burgun e Nishit. A ka pas kënaqësi për të burgosurin politik, kur në burgun e Nishit takohesh me Hydajet Hysenin, me Berat Luzhën, me Gani Krasniqin, me Syl Mojen, me Ganit Kucin, me të gjithë shokët ma eminent që kanë qenë adhetar dhe veprimtar të çështjes kombëtare. Çfarë ju mungonte më shumë brenda mureve të burgut? Leximi. Leximi ishte problem, se nuk na i lejojshin. Në burgun e Leskovcit na sjellën në dhomë një serb. Na ishëm 3 shqiptarë. Bedriu i mitur, Kadrilu Aliu dhe unë, një dhomë. Kur na sollën ato, ai njerëz foli fare me neve, so frigojti, serb. Por ma vonë u hap, sepse na e shtimë u hap. Edhe ai po thotë se do të me pas kujdes, me bo më na sjell një gardian këtu, është me detyri madh. Më na sjell këtu, ai na shkatron, ai na myt, është i madh e ka një bark të madh, i ka domostaqe. Na e shkruan, ai na e përshkruan sikur një bish. Ato e majtën 15 ditë në atë dhomë, sepse me i majtë ma shumë se 1 muj ditë një serb në ato dhomë, ishte e çuditshme. Brenda një kohë, unë isha gjithmonë ma paguajshin rilindjen familja prej Prishtinë. Edhe kur na vinte rilindja, na vinte pas 2-3 ditë, edhe na vinte krejt e coptume, na i lajshin të sportin, diçka, kush ka vdek, konkurset, kur gjë tjetër. Në atë shetitorën që na qetshin, ka qenë 10 metra me 10. Edhe i thëshin boks, si ringi boksit. Ne u dashke, si mas regulorës, të aty të dashke me durë, mrapa në shpinë, kokën ullën edhe me ecë njëni pas tjetrit. Edhe po ndëgjojmë, po thot, hajde i zboksa. Kur vjen vite afër derës ku ishëm qelin, a e ma zgatri lindjen. Kur ma ka zgatri lindjen, unë e kam vjedhë me sy. Qka me po? Një njeri i madh 5 metra. Më duk mu ashtë. Sikur se na i ka përshkruaj serbi. Kur na futshin në të dhoma, na u dashke me shku në mur, duhet më rapa kokën ullin edhe me prit deri sa të mbyllë dera. Ai nuk po e mbyll derën, po pënim që po hin mrena rak. Fillu mi shtërngu trupin kur po kërset. Se s'kishe qka. Edhe për na thot, ktheno, u këthy. Kasajni dënu. Bedriu nuk e di ke sërbishtën, Kadriu si pa i ke policin pak belbzojke. Dhe pi të regoj 8 vjet, 6 vjet, tha, po shumë bre edhe shajti. Thash kuj po provokon. Pyetja dytë ishte, a ju kanë rrej këtu? Çka me thonë? Me thonë na kanë rrej, thot mirë u kanë bo. Me thonë s'na kanë rrej që tash ju kallzojone. Edhe më ka ardhë në gojë vetëm ajo fjalë me thonë, po ju e dini si është këtu. E kam shil derën dhe ka shku. Ata kishin ndrimi 24 orë. Të nesër më në kisha unë vizit. Edhe u lutësha që mos me ardhë vizita, mërë me mend, u lutësha mos me ardhë vizita se maltretimet na i bëjshin në vizit. Kur të nesërmën kam pas numrin 510, se s'ka pas emra aty. Edhe dalun e me marë paketën, ai as nuk i shikon, as hiq veç i qetë. Të tjerët edhe një shkrevës nësë ne kanë pru, i dedhëshin kukurat, edhe mledhej. Ju thatë përveç leximit që ju ka munguar në burgje, ju ka munguar edhe familja? Ne familjen e kemi dashur të gjithë. Edhe i dojmë edhe sot. Por gjithmonë duhet me po arsyen pse jeti aty. E arsyeja pse ne ishim aty brenda ishte shumë më e madhe se sa familja.
Kur jemi të familja ne kemi edhe do surpriza pak, jena mundu mbi t'i sjell tyja. Mund t'i shikosh në ekran që ose është regjia gati. Kjo është motra e madhe. Kjo ka vdek në moshën 51 vjeç. E kam dashur shumë. Si pas informacionet që kom nuk ke mujt të takosh. Jo, e kam taku, bile, kjo ka vdek vonë, kam qenë në Berlin, edhe më thrasin thonë se motra është e smut shumë, edhe kam shku edhe në operimin e saj, por kur ka vdek nuk kam mund me qenë aty dhe deri sa... Çfarë të mbeti nga motra kujtimi? Çka të ka mbet për motrën kujtim? Ka mbet shumë arsyeja sepse operimi i saj ishte pak jo sipas rregullave të mjekësisë, por kjo ka qenë një burrnesë shumë e madhe. Vazhdojmë edhe me foton tjetër. Minja. Kjo që kam paski bërë kështu, është vërtet e bukur dhe kënaqë. Këtu i kam familjen time komplet, kjo është vllau, ai mrapa është kushëri, shoqja, djali. Shiko çka, ne kemi një traditë në Kosovë, familja jonë, na jemi familje shumë e madhe. Dhe e kemi çdo vit një traditë takohemi fanalit në një takim në fshat. Dhe këtu në këtë vend kemi qenë përmi 200 veta. Kështu që çdo vit takohemi. Këtu është martesa ime në Berlin, që çfarë djali kam qenë. I djali pak shumë i mirë. Këtu fotografi na i ka bë mos mullaj. Kjo afër në krah të shoqës time është gjermang. Po flet shqipën mrekullisht. Këta të tjerët janë veprimtarë të cilët kam punu në Berlin të gjitha ato vite. Kur jemi te kjo foto është tu dhe domethënë është bashortja juaj, domethënë është ku jeni martuar ju. E kemi edhe një mesazh që e ka dërguar bashortja juaj. Unë pas ka të raftu, s'm ka tregu hiç. I dashurim, po të shkruaj këto fjalë nga zemra. Kemi ndërtuar një jetë së bashku dhe bekimi më i madh i jetës sonë janë 2 djemtë tanë. Jam krenare për familjen që kemi krijuar dhe për gjithçka që kemi përballuar bashkë. Kemi kaluar momente të bukura, por edhe shumë sfida. Në të gjitha këto vite ti ke qenë pjesë e pandashme jetës time. Të faleminderoj për dashurinë, për kushtimin dhe për gjithçka që ke bërë për familjen tonë. Kur shoh djemt ton, shoh edhe pjesën tënde tek ata. Dhe kjo më mbush zemrën me gëzim, pavarësisht vështirësive që mund të na sjellë jeta, dua të dish sa të vlerësoj dhe se vendi yt në zemrën time është i veçantë. Uroj që kemi ende shumë ditë të bukura për të ndarë së bashku me djemt tanë prashnish, duke krijuar kujtime të reja si familje, të dua dhe të vlerësoj shumë me dashuri gruaja jote. Në qoftë se është duke na parë këto momente bashorta juaj, çfarë i kishe thënë? Ben, në vitin shtator 2019 u diagnostikova me një kancer të rënë, shumë agresiv edhe që nuk jap të shpresë shumë. Kur dolëm nga mjeku, ajo më thotë, burr, thash fol. Unë as që e ndryshova as qëndrimin, as pamjen, as synin, hiç, krejt e mora normal. Tha, apo fillojmë një luftë? Thash, e fillojmë.
Tha, po në luft, për çka shkon njeri në luft, shkon njeri me fitu, se për ndryshe s'ka kur farë kuptimi, apo shkoj me fitu, thash, me ty bashkë. A dini që edhe pse marë fry mende, ne besimtarë që jemi, themi se dirisa ka shkru Zoti, po dhe me Kur'an thuhet se ti pak unë shumë. Ajo është e gjitha pse unë marë fryn. Cili është mesazhi juaj për bashkëshortën tuaj? Qofse është duke na ndjekur këto momente. Do t'i them se pak me humor. Flora jeme do të më kish edhe gjatë dhe do t'jemi bashk edhe gjatë edhe do të presim t'i martojmë edhe lehun edhe dijon. Të dua shumë. Kjo është. Po, dhe Zoti gjithmonë inshallah t'jeni bashk. Besoj që jeta nuk është e lehtë. Kemi pas edhe sfida të ndryshme. Pastaj ardhja ime nga Berlini në Zvicër, atje kisha një punë shumë të mirë, atje kishëm shtëpi tonën, dhe që vendosja fëmijëve nuk ishte e lehtë. Por ajo me ka përkrahur gjithherë dhe am beso diçka, unë nuk mundëm as një diçka të blej, pa i thonë Flora, apo thu dhe ti, sepse ashtu e kam kriju afërsinë. Vazhdojmë edhe me foton tjetër e Lusmi Regjina. Një djalë i mirë, i lehshëm. Këtu jam në Berlin. Se pas ta pas një herë këtë fotografi. Vazhdojmë me foton tjetër? Me këtë shokun tonë dhe me të voglin. Edhe këtu jemi në Berlin. E shef se edhe mbas çdo rezistencë, edhe mbas çdo të keqje, vjen një mirë dhe të sheh buzëqesh në fytyrë. Kur jemi te kjo foto, unë kam edhe një letër që e kam dërguar për ty. I dashur bab, është vështirë mi gjetë fjalët e duhura për më tregu sa krenar jemi me ty. Krenar për krejt çka ke bë për neve, për familjen tonë dhe për krejt çka vazhdon me bë edhe sot. Ti na ke mundsu një jetë të bukur, një jetë me mundësi, me siguri dhe me dashni. Sot e kuptojmë shumë më mirë se sa shumë ke sakrifikuar për neve. Kur në vitin 2010 u desht me u shpërngull për shkak të punës tënde si diplomat, ne atëherë nuk e kemi kuptu, për neve ke qenë e vështirë me u largu prej rrethit ton, prej shoqënisë dhe prej jetës që na e njohim. Ndoshta edhe të kemi bë pa drejtësi me fjalët me mendime, sepse atëherë nuk e kemi pa krejt peshën që ti e ke mbajt mbi vete. Sot e dim që për ty ajo vendi ka qenë ndoshta më i vështirë, me marrë fëmijët prej vendit, prej shoqënisë dhe prej gjithçkaje që e ke njoft me shpresë për një jetë më të mirë, por pa ditë me siguri se si ka me ndalë. Kjo ka kërku shumë guxim, shumë forcë dhe shumë besim. Sot jemi pafundëmësisht mirënjohës, e kemi marrë atë hap, falë teje sot kemi pasur mundësi me u rrit, me u shkollu, me punu dhe me ndërtu jetën tonë në këtë vend. Sot e kuptojmë sa e rëndë ka qenë për ty dhe dim që as ne nuk ta kemi bë gjithmonë të lehtë. Ti na ke mësuar që sado e vështirë me qenë jeta ndonjëherë, njeriu nuk duhet me u dorëzu kurrë dhe nuk duhet me humb buzëqeshjen. Për neve të gjithmonë ke qenë shembull, një njeri fort, i drejtë, punëtor dhe me zemër të madhe. Je modeli që mundohemi me ndjek edhe je me të kalu, edhe pse dim që kjo nuk është as pak e lehtë. Ti je mbështetja jonë, je ai që na ndihmon kur nuk dim ka me ja mbajt, kur nuk e gjejmë përgjigjen apo kur e kemi nevojë për një këshill të sinqert.
E sa I përket punëve të dorës e zanatit pa ty, kishim qenë krejt të humbër. Jemi krenar për burrin që I ke, por mbi të gjitha jemi edhe me krenar që kemi fatin me të thirë babë. Me këtë letër dua vetëm me të thonë faleminderit. Faleminderit për krejt sakrificat që I ke bërë për neve, për ato që I dim edhe për ato që ndoshta nuk I ke përmend kurrë. Për mundin, durimin, dashurin dhe forcën që gjithmonë I ke dhënë pa kërku asgjë në këmbim. Të duam shumë babë, me shumë dashni djemtë tu. E din që as gruaja, as fëmijët e mi nuk I kanë ditë asnjëherë këto rrethimet e mia. Do do shta për herë parë do t'i dëgjojnë. Për posë edhe të malpanduri që I kanë po. Por ti ka që ko keni farë shpioni. Po thua? Më ke lanë pa tekst, më ke befasu në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të falenderoj shumë. E kemi edhe një foto më duket. Mos t'i mbes me një borgjë. Kjo është për mu një foto legjendare. Kjo foto është bërë para demonstratave të vitit 1968, kur flamuri kombëtar ishte ndaluar. Këtu në këtë foto, nëse mund ta mbajmë edhe pak. Në këtë foto më duket është babai yt dhe është babai imi. Babai imi është I dyti me plisë të bardhë dhe këta të tjerët shumica janë kushëri, këtë në anash nuk e njoh, nuk e di. Këta tjerët I njoh dhe janë në dasmën e djalit të Azem Fanës, Ragib Fana, që në dasmë e kanë qitë flamurin pa pyet. Dhe kjo fotografi mbetet gjithçka. Është duket është babai yt I ndjer. Babai ju I ndjeri. Baba ka vdek shumë herët, moshën 57 vjeçare. Këtë foto e mbaj me krenari. Babai kur vdiq ishte në Burg apo Burg. Para disa muajsh, në ditëlindjen time, djali im më thotë se ta kom bani një surprizë pak. Edhe thot eja me mu, po mbylli syt njerë. Hym në shtëpinë e djalit, edhe në katin e tretë është një mur I gjanë kështu. E kishte bërë këtë fotografi 2 metra të madhe. Edhe ka vënu në mur, edhe e runë me krenari. Kështu që kjo foto për mu është shumë çka. Kur ka marrë postin e diplomatit në Zyri, kam pas një dëshirë të takoj babën tim. Dhe të thom, babë, kjo është fitoria jonë. Kjo është ajo që kemi bisedu shumë herë. Dhe e përjetova, e mbrina atë që çdo shqiptar do ta kishte dëshirë ta përjeton lirinë e vendit. Me humbjet mëdha, me heroj, me dëshmor, me dhunime, me të gjitha të zezat që është e mundshme, por ne sot e kemi pavarësinë. Këtë kisha pas dëshirë me I thënë. Është e smur. Si duket është nëna juaj? Nona ime. Para 2 vitesh që ende ishte me biseda dhe në gjitha të birtët e kam një mshefësi me ta thonë. Thamë, fol Brenon, tha, am ke po ndoj herët të qitë lot para policëve. Thash jo Brenon kur. Thot, të në kohën, prej kur jemi nisë për me ardhë deri në Nish, apo në Leskovës, të në kohën jam të kur që mos me qitë lotë. Thot veç palla vrebir ka u ktheshëm,
kur sytë s'më tërshin. A dini sa e ronë është kjo. Dua ta them edhe një diçka jashtë familjes, po kjo është nona ime që shumë qka më ka dhonë, shumë qka kam prej saj. Dhe edhe ona adetaris, edhe ona e mbrojtjes të ligut, ma ka dhonë kjo. Në momenti ma i ronë dhe ma i vështirë i jetës ishte atë ditë kur kam dalë prej burgut. A ishit e varri babait? Po. Si pike e parë, po ju tregoj kështu. Ishte dita e caktimit datës kur dalë prej burgut, dhe si të gjithë të burgosurit, si mbas rregullorës, ai që e ka ditën e lirimit, ai prit para të burgosurve tjerë, këta të tjerë të kalojnë edhe përshëndetesh. Mu nuk më lanë më përshëndet me shokët, përveç Sherif Konjufca, babai i Glau Konjufcës, ishte në ndërrimin e dytë ose ishte pak i smur atë ditë. Edhe ai qëndroi me mua deri ka ora 9 ose 10. Kur jam përshëndet me Sherifin, dhe më ka thonë Sali, ec edhe kur ta mbyllsha derën e kapis më zgabo më shiku për mrapa. Nuk munda me dëru pa u kthy dhe njerë me shiku Sherifin se mu dokt që e lash unë, që jam pajtor që e lash mrenda. Pastaj, të drejtën nuk kam ditë me u gëzu shumë, përveç amanetit të shokëve që ma kishin dhonë, ishin 2. E para, i kemi këndu shumë edhe si këngë në burg, por e para ishte, kur të shkosh në atë Kosovë, do ta marrësh një grusht me dhe, tur në gjatë jeta i thua toke, edhe puth njëherë për ne. Ate e kom ba, si kam dalë në tokën e Kosovës. Ju kom thanë, nale makinën, edhe jam dalë e kam puth tokën e Kosovës. E dyta ishte, kur të vjen adem dhe maqin nga burgu, ta pëthësh në balë dhe t'ju thush amanetin e shokëve. Kështu që edhe të tjerat nuk kam ditë të gëzohem, po thëmë drejtën për lirim nga burgu, tani ishte edhe një tjetër që është kur ti tanë kohën rri ma shumë në vetmi, unë gati të gjithë burgun, për pos mujt e fundit kam qenë në izolim. Edhe ti mësosh vetën. Numri i madh i njerëzve që vinin të me vizitonin, shpesh herë habitesh. Të flasmi pak për largimin nga Ddheu, ikjen në gurbet. Si erdhi momenti i largimit nga Ddheut? Edhe kjo ishte shumë e ronë, por 3 mision i la të gjitha dhe iku. Në vitin 93, unë punoja në shumë vende. Isha në Këshillin për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut, isha në shëndetësinë paralele të Prishtinës dhe e kisha një mini market që punonte shumë. Që më lepte mua hapësirë që t'jam kudo, edhe në pajtimet gjaqeve, edhe gjithkund. Por një mëngjes, une u dashke me shku me i bo pagesat. Dhe ka kthejna në qendër, 2 kushëri me një veturë, nalin një veturë, si shpejt para kambe dhe trapë më shtinë mrenda, thamë, qka ndodhi, apo më kidnaponja, qka ki? Thot, vëlla pak si ashtu. Qka ka ndodhë? Thot, vëlla plot është policë shtëpia. E marën vllaun, e mbajtën do ditë, elshun, do të ishte ajo. Dhe kam dhe nejt dikun 1 muj ditë në ilegalitet në Prishtinë. E falenderoj për jetësisht një kolege që më kam bajt në banesën e saj
1 muaj ditë. Si vendosët të largoni prej atë dheut? Nuk ishte punë e vendosë, po ishte në një moment unë dalë në tregun e Gjelbër në Prishtinë. Edhe në atë moment më kanë kapë 2 politë civil. Të tjerët, 2 a 3 politë të tjerë me armë në dorë, por ka qenë interesant në atë kohë, çdo gjë që ndodhte me polici njerëzit u afroheshin. Edhe në atë moment kanë ardhur njerëz plot. Unë, kur I pona ata njerëz, ata u habetën dhe u kthyn atyne. Dhe në atë moment, jam shkëput nga dorët e tyne dhe kam ikë. Kam nejtë edhe pak ditë në Prishtinë, pastaj një kushëri imi që e përshëndes shumë, është tismur, me kanë dërgu me vllahun tim në Shkup, dhe prej atjet s'kisha më të ndajtun, ose me u burgos, ose çka të bëj, për me qëndru me armë nuk isha I Zoti. Dhe erdha në Berlin, kufi pas kufini, dhe më sollën në Berlin disi. A ishte Gërbeti një shpëtim apo një dhimbje për ty? Gërbeti është I rëndë. Shpëtim ndoshta tjetës, për të kënaqësisë jo. Në anën tjetër, ishte për mua diçka e mirë për arsye se menjëherë, qysh në ditët të para të arritjes sime në Berlin, unë u inkuadrova në klubet shqiptare. Dhe aty fillova veprimtarinë time dhe asnjëherë, në asnjë moment, gjatë gjithë viteve në Berlin, unë nuk kam pushu. Nëse do të ktheni kohën mbrapa, a do të zgjidhni sërish të njëjtën rrugë? Ju thash edhe një herë, po ju tham edhe përsëris edhe një herë. Jeta ime ka qenë me batica dhe zbatica. Ka qenë momente të bukura, por ka qenë momente shumë të vështira të jetës ime. Sa I përket jetës ime adhetare, nuk do ta kisha hjekë asnjë minutë, asnjë sekond të jetës time qysh ka qenë, po të kthehena edhe në atë moshë edhe një herë, në ato kushte do ta vazhdoja të njëjtën. Salisevat, faleminderit shumë që gjetet kohë të jesh pjesë e emisionit Një rrëfim me Benin. Është kënaqësi që isha me ty bashk, edhe ta them të drejtën me surprizove pozitivisht, me ktheve në vitet të kaluara, por të jesh edhe një herë ta them që më këfut në rrëfime që nuk I kam bërë asnjëherë. Për këto surprizë ne falenderojmë djalin tonë Veselin se ka bashkëpunuar me neve. Ishte kënaqësi. Sonte nuk dëgjuam vetëm një histori, por dëgjuam një jetë që ka kaluar dhimbje, gurbetet dhe sakrificë. Këto janë histori që nuk duhet harrohen kurrë. Të nderuar shikues, ju falenderojmë që ishit me ne në këtë rrëfim. Deri në emisionin e radhës, shikues të dashur, miru takofshim dhe shëndet të plotë.